Faleminderit për intervistën. Unë kam nisur të këndoj karrierën time qysh në moshën 11 vjeç. Në klasë 5 në shkollë, me fjalë, kupton apo jo? Edhe mua më hapej vendi në odat me burra, në fshat edhe në lagje. Aty e nisa unë, 11, 12, 13, dhe në orën e dytë, ndilim jashtë të mësimit, duhet i binte, ai i binte ziles për të mbledhur që fillon dhe orë 3, i binte ziles jo më pak se 10 minuta, se unë me shokët e mi nuk shkulesha duke kënduar, në atë moshë. Ishi pjekur edhe për çuditsh edhe zëri, diksioni zërit ishte i pjekur. Nga mosha 11, si që thash, edhe në vazhdim, unë kam vazhduar të këndoj. Dhe sa u bëra 18 vjeç i ka ushtar dhe atje, ushtar bashkë me disa shokë, nga Gjirokastra, nga Vlora, edhe atje nuk rreshtëm të kënduar, edhe atje bëm një grup, nga vitet 1972-73. Pasandaj kthehem nga ushtria, e gjejnë grupin, kish grup fshati Aranitasit, unë jam nga Aranitasi Mallakasrës, fshat me tradita, me zakone, si gjithë fshatrat e tjerë, po të veçanta, me kapetan, me heronj, që në kone Ali Pashtë Belenës ka pasu trima anu shtrinë Ali nga Aranitasi. Është fshat me 5 general, veç me dhe aty e ri themeluam grupin, qeq aktiv dhe vazhduam. Duke vazhdo, grupi pati suksese dhe duke ecur në vitin 1978, neve Mallakastra si rreth apo si krahin, se sot është rreth më vete, kishte shumë folklor. Dhe u kualifikova nga i përzgjedhur nga shefi muzikës aso kohë Rahmet Past, i ndjeri Nikolaj Bulo, bashkë me një shokun tim Skënder Kalenja dhe të tjerë, për në kalan e Gjirokastrës, për në sofrën e madhe të folklorit. Dhe ati u paraqitëm me këngë epike Mallakasën Brigje, në 1978, edhe në vazhdim. Deri në ditët e sotme. Kam ecur, pjesëtari 10 festivale folklorike kombëtare, në rolin e Marsit dhe të Krysit, me grupin e Aranitasit sefte, pastaj mbas tranzicionit u bë një grup, ja vu me emrin grupi Shëndalli, vazhdova 10 vjet me të, dhe nga viti 2004, me grupin polifonit Gjergj Arjaniti, ku drejtuese, menaxhuese, organizator, jam vetë, kështu kam qenë gjithmonë. Mallakastra është trev e polifonisë, labe, trev e polifonisë labe. Është një krahin e madhe, që mund ta quajmë edhe është quajtur Zagor Janin, që do të thotë vendi begat, Mallakastra, ka mbi 74 fshatra në ato kohë. Dhe ajo i thoshin Mallakastra sipërme, Mallakastra poshtme. Nga Ballshi e tutje, që është Mallakastra sipërme. Nga Ballshi e këteja, ku vlonin kodrat 300, 400, 500, është krahin kodrinor, paramalor. I bën të gjitha, të më thënë, Mallakasën bukuroshe, stolisur qoshe me qoshe, i ka gjitha fshat, i ka preferuar robën ushtarake, generali parë në Shqipëri është nga Aranitasi, po edhe kështu edhe major Mustafa Aranitasi është nga Aranitasi, heroj popullit Ramis Aranitasi, e ministrat të tjerë kanë qenë atje, kështu që këto e ka pasur të theksuar Mallakastra sipërme, kështu që fshat e zanat, shtëpi e tabiat, që do të thotë, çdo fshat në Mallakastër ka pasur, nuk ka pasur vetëm një variant të kënduari, po ka pasur disa lloj melodira, 4-5. Vlen për të përmendur valltari Mustafa Pasha nga Kremenari, Asim Zulali nga Ninshi, më vonë trashëgimni Muhamet Zotaj në valle flas, në valle dyshe karakteristike mallakastriote, valle dyshe e karakteristike me iso labe. Mallakastra
është trev, e thash, e polifonisë. I madhi Ramazan Sokol e ka quajtur rrethin të Labërisë, jo Labëri, rrethin. Kënga mallakastriote është pak më butë nga e Labërisë, pak më butë. Ka ndriçuar atje. Unë kam jo më pak se 60 vjetë që këndoj. 60 vjetë. Në skena kam 55 vjetë. Në skena kam 55 vjetë. Dhe përshëndes të gjithë grupet e mirënjohura, përshëndes organizatorët që kanë ndihmuar në këngën mallakastriote. Dua të them, ka qenë i ndjeri Lazar Marku, ishte muzeqan nga Gryka e Semanit, po ka qenë drejtor në Shtëpisë Kulturës në Aranitës, dhe së bashku me mua dhe me Skënder Kalenjin e Fatmir Tahiraj, me tre bënim këngën, ai vetëm që nuk këndonte se ide e tij ishte e plot dhe ka dhënë një libes të madhe në drejtim të folklorit, Lazar Marku. Shef që Cana është për të përmendur. Ka dhënë edhe ai libes të tij, ishte drejtor i kulturës Mallakasës, kur u bëm rreth më vete. Kështu që në festivalin folklorik të Beradit, 25 shtator 1995, Mallakastra u paraqit si rreth më vete. Ku shpalosi vlerat e saja, krahinës saja cepën cep. Se i thonë nga qafa e Koshollicës e deri në fshatrat e Tepelenës, e nga qafa e Sjeprit e deri në fshatrat përsëri Malësis Berat e Tepelenës, edhe kjo Roskovec, porta e Qafelallarit e del në peshat të madh, quhet Mallakastra. Kështu që Mallakastra është e këngës, është e dyfekut, e burrërisë, e besnikërisë, e patriotizmit, e mikpritjes, i ka të gjitha resurset. Burë themeli dhe identitet, jo vetëm i Mallakasër, po i kombit shqiptar, Mallakasër janë ata që përmenda, përveç atyre janë dhe instrumentistat popullor, si Veledin Taraj, Muharrem Ramaj, Fatmir Malaj, e të tjerë, që luajnë fjollin dhe dyjaren. Kurse këngëtarët, mbardhës këngëtar, kanë qenë Islam Jahupi, Namik Jahupi, Yzej Llanaj, Mallakasër. Dhe që kanë qenë vërtet zëra të mirë, kanë qenë këngëtarë e grupit Aranitësit dhe grupit Greshicës. Si Vladimir Shejaj, i Greshicës, i ndjeri Vladimir Shejaj, një këngëtar shumë i mirë. Muhamet Zotaj nga Kadurova, këngëtar i mirë, Baftiar Zeneli, Ali Shametaj, edhe hedhësi i këngës mallakastriote Fatmir Tahiri, Muharrem Ramaj, e të tjerë. Këta janë një gur themeli i folklorit dhe i muzikës mallakastriote. Në këto 50 vjetë, sa është repertori jote? Jo 50 vjetë, 60 vjetë. Repertori im ka vajtur, unë them se është mbi 1500 këngë që i kam kënduar unë. Lloj, kemi kënduar edhe këngë të treve të tjera, që na pëlqejnë, po jo të filmojnë. Kurse repertori im, që është në radio televizion, edhe privat apo shtetëror, është ai rreth 400 kusur këngë. Si këngë nga Mallakasër Brigje, Çungre no shok Çungre, Mallakasër Pik Argjendi. Që janë ata që shkojnë zalli trimat e Rapo Hekalit. Hajde mor Rapo Hekali, kur thërret sa tundet mali. As u shite, as u bleve, ka fshitën me gjak e gjeve. Për këtë flet edhe Fanoli Mas, ku e krason dhe e cilëson një nga kapetan më të mëdhenj. Ka çaj këndon. Kam kënduar edhe këngë të tjera lirike, mban mend se më the mua sogë, bukur sogë, erotike, e të tjera. E kam thënë unë si më lindi ideja, Erdoganin edhe në të kaluarën Turqia 500 vjetë na ka mbajtur në ashtu. Po të shikosh në ditë e sorme Turqia dhe personalisht presidenti Erdogan është bërë një mik i mirë i Shqipërisë, duke dhënë ato ndihmat edhe që nga kryeministri i Turqisë asaj kohe apo Çillja që në lidhje 97 me Grekun mbajti qendrim jashtëzakonisht të madh. Kështu që kjo ishte ideja dhe pritja e kryeministrit në Turqi. Kjo më detyroi, duke pasur parasysh që tha do bëj spitali dhe e bëri,
dhe ato shtëpit në Laç. Na kjo u nisa edhe i bëra këngën presidentit Erdogan. Edhe sa do të vazhdoj Guri të këndoj këngën Polifonin Lab, Mallakastriot, Labë, si të Unë ndje mirë, jam në parametra të mira, ndje mirë dhe sa të kem, nuk e di kur të vi vetë në natyra ato, autor prova, se do të tregoj një histori, ishte njëri një 75-80 vjeç, edhe i thot të birit, edhe diktoj veten që e përsërishte muhabetin 2-3 herë. Një burr, i tha të birit do vishë ndasë me mua, i tha. Vi, tha i. Po e petha që unë, tha, tregova një histori, tha i muhabeta dhe përsërita 2 herë, tha, brama me dorë, tha, dhe aty, tha, unë do të adorsoj një ata, tha, nuk do vetëm me amike shok. Edhe puna ime. Kur të ngelemi në sken, që të ngelemi, po nuk ma do mëndja që të ngelemi, se do të diktoj edhe unë. Kështu që kjo është edhe do të kisha një mesazh për shokët e miqtë e mi, edhe të grupit tim. Se grupi im i vogël ka bërë jehon të madhe, 4 veta. Guri Rokaj, Nadi Mishea, Alisha Meta e Fatmeta Ire. Jo më pak se 22 vjet të gjezdisur rreth 30 shtete në Evropë. Kryesisht Francë, ku bëm një grup ndërkombëtar atje me emrin KAN, 11 veta. Edhe nuk lam Suedi, Itali, Gjermani, Zvicër, deri në Emiratet e Bashkuara pa dhe hotel, shfaqje dhe koncerte. Shpalosë vlera të pa para polifonisë labe. Dhe duhet të përshëndes në këtë rast disa krerë apo disa muzikant apo etnomuzikolog apo muzikant si Ermir Dizari, respekte, a përpita unuzi etnomuzikologe, Barem Lapi, profesor Bardosh Gaçe, e shumë të tjerë. Njëkohësisht edhe grupet polifonike të Labëris, grupi Solidit Ukatit, grupi Labardas i Veçdanishtit, grupi Bratit, grupi Himarës, grupi Pilurit, grupi Kaonte Delvinës, grupi Sarandës, grupi Ergjeria me këngëtar korifear Jan Shehu, grupi Argjiroja me kryetar Roland Qenkon, grupi Lungjeris me drejtues Koqo Vasili dhe këngëtar si Agjelina Rustemi dhe Xhevair Sinani. Të gjitha këto trevat e polifonisë Mallakastër, Derven, si quhet nga Hormova deri Kalivat quhet zona e Dervenës së Tepelenës. Domethënë Mallakastër, Derven, Zagori, Pogon, Rëzezez, Libohov, Kurveleshi Sipër, Miposhmi, Lumi Vlorës, deri, kështu që i madhi e Qerem Çabej e ka thënë. Labëria fillon me urë dhe mbaron me urë. Po kush janë urat? Ura e Drashovicës, ura e Kranes, ura e Kardikit dhe ura e Lekrit. Ka thënë e Qerem Çabej. Brenda këtyre urave është labëri e mirëfillt. Kurse i madhi Lefter Çipa, nderi komit, ka thënë o guro, edhe me kala ndahet. Kala e Kaninës, kala e Himarës, kala e Borshit, kala e Delvinës, kala e Gjirokas, kala e Tepelenës. Do me thënë, Gjirokastrit i thotë se rrugë të nxjerrin qath pazarit. Që do thotë një lloj si ashtu edhe kështu. Guri, një mesazh për perindjes sotëm për trashëgimin e polifonisë. Dhe a duhet një ndihmë nga shteti, një përkraje? Nuk duhet asnjë fare në gojë shteti. Shteti i bën festivalet kur i do qefi, nuk i bën kur i do qefi. Ashtu. Këtu qëllimi është mbartësit, këngëtarët kanë merak dhe vjen në për aktivitete edhe pa lek. Po në Mallakastër është pak e vështirë, sepse lakmojnë të gjithë rolin e parë të marsit. Se polifonia ka 4 elemente kryesore: marsi, kthisi, eci dhe isua. Dhe me një këngë ka dhe një lule tjetër që mund ta quajmë zot 5. Dhe polifonia vazhdon nga 6 veta deri 9 veta. Po kalojnë mbi 9 veta, quhet asambël pastaj. Kështu që në Vlorë gjën grupe të rinj që këndojnë, edhe në Gjirokastër. Punojnë e vazhdu edhe prodhon, se janë treva më të mëdha. Kështu që është e vështirë
kjo mrekulli që në muajin që vjen në 20 nëntor, bën 20 vjet që është futur në UNESCO si një vlerë e rrallë e kombit shqiptar. E pa shoqe në botë, polifonia labe. E pa shoqe në botë.